populli thjesht na intereson jo lojnat politike, po a ka interes të sinqert, do më thonë, prej shumicës me i bos qeveri, me i kriju. Në fakt me bo qeverin këta mund me bo, po me bo edhe president. Po s'dvet aty. Po dhe ta përmisova pak pyetjen. A, pyetjen po, mirë. Po jemi ta përmisova pak pyetjen. Ismet, tash neve nuk na haron që të rrim dhe herë të diskutojmë dhe të njihemi më mirë, po nga jo çfarë besojnë ata cilët ri e besojnë këtë që po e them, është që edhe herën e kalume ka pas përpjekje maksimale nga ana jonë për ta zgjidhur çështjen e presidentit. Shumë gjana dihen publik, disa gjana janë ditë më vonë, kur vetë aktorë të skenës politike kanë deklaruar që këto nënshkrime janë, nuk janë. Kjo loja futbollit që keni pa ju, pra është edhe në politik deri në momentet e fundit, mirë po nga ana jonë, pra nga ana Lëvizje Vendosi ka pas përpjekje maksimale për me gjetë një emër konsenzual për me shku edhe me zgjedh presidentin. Unë nuk mendoj që është problem të qeveria, sepse megjithatë ekziston shumica parlamentare. Unë mendoj që për të mos e përsërit ciklin bullgar të zgjedhjeve, që besoj që ju e dini, liderët e subjekteve politike duhet të mendojnë për qytetarin dhe për Kosovën, kemi zgjidhje jo bllokat, të ecim përpara. Dhe sigurisht kjo arrihet, pra me një emër konsenzual, në kuptimin e asaj, i cili mund të ketë disa, ta themi, në princip disa elemente që pajtohen krerët e subjekteve dhe të shkojnë përpara. Unë mendoj që në herën e kalume ka pas ide që emra të caktuar në skenën politike që bën një farë shkputje prej neve, mund ta zvoglojnë Lëvizja Vendosi, nuk ju doli ashtu. Nëse ka të tillë prap mendime, nuk ju del, sepse qytetari në fund e dha verdiktin e vet. Andaj që nuk duhet të zgjatemi këtu, duhet të pajtohemi me një emër edhe të ecim përpara. Jam shumë i kënaqur me përgjigjen. Normalisht që s'kesh i kënaqur me ato, nuk keni qenë shumë serioz për mi bo